Kulla veneciane dhe amfiteatri antik i Durrësit vazhdojnë të jenë dy nga monumentet e trashëgimisë kulturore më të vizituara në qytet. Burime nga Qendra Muzeore e Durrësit bëjnë dije se që nga fillimi i vitit deri në mesin e muajit qershor janë regjistruar 20.000 vizitor vendas dhe të huaj, ndërsa në të njëjtën periudhë një viti më parë ishin shënuar 15.000 vizitor. Ina Jazi, specialiste e Qendrës Muzeore, thotë se në mjediset e kullës veneciane, vizitorët njihen me një tur virtual rreth historisë mesjetare të Durrësit fal teknologjisë që është instaluar në mjediset e saj. Pa diskutim që në torën veneciane vizitorët janë të interesuar dhe për vetë historinë që përmban kulla veneciane të qytetit të Durrësit, sepse është një ndër monumentet më të rëndësishëm të qytetit, por dhe këtu ato kanë mundësi që nëpërmjet një projekcioni ato shikojnë historikun e qytetit të Durrësit dhe kemi programe të ndryshme multimediale, duke filluar që nga audioguida, që është në 5 gjuhë të huaja, kemi më pas programin e VR-ve, ku ato kanë mundësi që të shikojnë 3D monumentet të tjera të trashëgimisë kulturore të qytetit të Durrësit dhe ato shkojnë më pas lart dhe shikojnë pamjen e qytetit të Durrësit. Edhe amfiteatri antik është pjesë e turit që vizitorët kryesisht të huaj kryejnë në Durrës. Galeritë e tij dhe sidomos kisha bizantine dhe mjediset e brendshme e bëjnë ato unik dhe të papërsëritshëm. Në amfiteatër pa diskutim që ato të vizitorët e qytetit që vinë në Durrës tërhiqen shumë për shkak sepse amfiteatri i qytetit të Durrësit është një ndër amfiteatrët më të mëdhenj të Ballkanit dhe për shkak të sipërfaqes dhe kapacitetit që ai mban, dhe kisha me mozaik që ndodhet brenda në galerinë e parë është goxha tërheqëse për vizitorët. Pra ato janë shumë të interesuar të dinë periudhën historike, periudhën romake, bizantine që ndodhet brenda në amfiteatër. Qyteti pritet të shtohet gjatë vjeshtës edhe një tjetër monument i rallë, Muzeu Arkeologjik, të rësisht tashmë i rikonstruktuar, pritet të hapet me 3 kate funksionale ku pritet të ekspozohen artefaktet e ralla të historisë son për gjatë shekujve.